Horizon nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish të puntatën e radhës Horizon. Sot është shtunë, data 11 prill 2026 dhe është fundjavë, uroj dhe shpresoj që të keni filluar, të jeni duke jetuar sa më mirë fundjavën dhe të jeni sa më mirë, sepse them të keni filluar, pra sepse fundjava fillon që dje. Sot është mesi i fundjavës dhe uroj që të keni patur një fundjavë të këndshme dhe të keni kaluar mirë me familjet tuaja dhe me të dashurit e zemrës tuaj. Unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani, si në çdo puntat të emisionit Horizon, dhe do kemi një bisedë pak më ndryshe sonde, do kemi një komunikim pak më ndryshe, pra jo se do jetë shumë ndryshe, por do jetë një komunikim brenda llojit, brenda stafit, por jo për të folur për stafin, por për të folur për ato problematika që ne vazhdimisht na shqetësojnë, apo me ato që ne kemi krijuar një varësi, siç është interneti dhe siguria në internet. Dhe askush më mirë se sa një ekspert i IT-s apo ai që merret direkt dhe është një ndër ata të shumtët që ne na komandojnë në internet, sepse edhe tekniku i radios apo DJ Bledi, si kemi dëshirë të themi, është ekspert IT dhe më mirë se Bledi nuk mund të na shpjegojë kush disa probleme dhe ato që ne kemi krijuar varësi dhe se si duhet të ruhemi, sa jemi të ruajtur, sa duhet të mbrohemi, apo sa duhet jemi të shqetësuar për të dhënat tona, qoftë për të parë dhe për aksesin që kanë fëmijët në internet, adoleshentët, pra për të kuptuar diçka më tepër rreth pozitives së internetit apo edhe asaj çfarë mund të jetë negative në internet. Gjithsesi në bisedën me Bledin, me DJ-n e radios tonë, pra të Window Radio, do të fillojmë pas pak, pra sa të bëj atë prezantimin se ku mund të ndiqet Window Radio, pra për të gjithë miqtë e ri, sepse ata që janë, si thosh, të përhershëm apo ata që janë miq të besnik i dinë mundësitë se ku mund të ndiqet Window Radio. Window Radio mund të ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku këtu mund të dëgjoni edhe muzikën live 24/7 përzgjedhur pikërisht nga DJ Bledi, si dhe mund të lexoni lajmin dhe informacionin e fundit që ne përzgjedhim nga fusha të ndryshme, qoftë politikë, sociale, sport, showbiz etj. Po ashtu Window Radio ndiqet dhe në 2 platformat më të mëdha botërore, siç është TuneIn dhe Radio Box, ku ju mjafton të shkarkoni njërin prej këtyre platformave. Këto platforma janë pa pagesë, shkarkohen si në Play Store, Apple Store, në çdo lloj pajisje dhe mund të kërkoni Window Radio dhe aty ndiqni emisionin live si dhe muzikën gjatë gjithë kohës. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku është platforma kryesore e radiove shqiptare, ku edhe kjo e njëjta procedurë, por mjafton ta shkarkoni dhe ndiqni emisionin live, po ashtu dhe muzikën që ne përzgjedhim. Mund të kërkoni në Google Search windowradio.de live dhe aty ndiqni dhe emisionin live, po ashtu dhe në Facebookun zyrtar të radios windowradio.de, ku ju mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe në varësi të kohës dhe të pyetjeve interesante ne do përpiqemi që të përzgjedhim ndonjë pyetje dhe pse jo t'ia përcjellim dhe ekspertit tonë Bledit. Po ashtu emisioni do jetë i regjistruar, pa do jetë ritransmetim në orën 3 pas mesnate ose në orën 21 me orën e Amerikës, për të gjithë ata që kanë dëshirë për ta ndjekur apo që nuk kanë mundësi ta ndjekin emisionin e plot. Si dhe emisionin do jetë po ashtu edhe në YouTube, në faqen zyrtare Horizon Window Radio hapësirë.de, ku ju mjafton të bëni subscribe dhe mund të ndiqni emisionet tona, po ashtu dhe njoftimin apo programacionin që ne përzgjedhim për ju.
Të dashur miq, që në çdo emision unë ju kërkoj që në mënyrë miqësore, pa dashur t'ju bezis, mund të bëni një shpërndarje faqes së Facebookut të radios, në faqet tuaja apo në për grupe ku ju jeni të antarësuar, që të kemi mundësi të kemi sa më shumë miq rreth vetes dhe të bashkëbisedojmë, sepse Window Radio është vetëm për dëgjuesit, është vetëm për ju dhe ne përpiqemi të bëjmë më të mirën në bazë dhe në kushte që ne afrohen apo që ne kemi mundësi. Window Radio mund të ndiqet edhe në shumë platforma të tjera, kështu që këto janë disa nga mundësitë që ne kemi si mi faqe paraqesim, por ama jemi edhe në shumë platforma të tjera që mund të kërkoni Window Radio. Atëherë, që mos sa zgjas shumë me këtë monologun tim, unë pra ftoj në bashkëbisedim të ftuarin, atë që komandon Window Radio, atë që ka në dorë komplet emisionet, muzikën apo çdo gjë në pjesën teknike të Window Radio, ftoj DJ Bledin ose Bledi Orhani. Zoti Orhani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti Koja, faleminderit për prezantimin. Unë fillimisht dua të falenderoj ty që më ke dhënë mundësinë të jem pjesë e kësaj radio kaq të këndshme, që ti ke ndërtuar me dëshirën për të pasur një media të lirë të diasporës, edhe faleminderit që më ke besuar mua pjesën teknike të kësaj radioje. Bledi, unë të jam mirënjohës për punën dhe për çdo gjë që ti bën, sepse gjithmonë ti je personi që përcjell vetëm pozitivitet dhe për çfarë do që unë kam nevojë apo dhe moderatorë të tjerë për çdo nevojë, problem, çdo gjë, ti je gjithmonë i gatshëm dhe asnjëherë nuk thua asnjë fjalë tjetër përveç se po bëhet pa merak. Pra gjithmonë je personi që përcjell pozitivitet dhe shumë faleminderit. Është kënaqësi edhe faleminderit shumë për vlerësimin. Në një kohë që ne rrethohemi nga njerëz të cilët e kanë shumë të lehtë të shfrytëzojnë edhe shumë të vështirë të vlerësojnë, ti je një nga të paktët njerëz që mua personalisht më ke vlerësuar jashtëmase shumë për punën që bëj, kështu që faleminderit shumë edhe një herë. Bledi, i lëm këto falenderimet sepse falenderohemi edhe gjatë ditës, nuk e pse falenderohemi këtu, por dua diçka për dëgjuesit, sepse vërej që tashmë të gjithë dëgjuesit e njohin DJ Bledi, pra njohin duke ditur punën tonë dhe duke ditur të gjithë punën që ti bën në Window Radio, por për dëgjuesit një prezantim të shkurtër për Bledin. Okej, atëherë unë jam Bledi Orhani nga Pogradeci, i diplomuar në teknologjinë e informacionit në Universitetin e Korçës, me një eksperiencë pune prej shumë vitesh, që kur kam qenë fëmijë pothuajse kam qenë i apasionuar mbas teknologjisë, edhe pse nuk ka qenë kaq e përhapur sa që është në ditët e sotme. Edhe gjithmonë jam përpjekur ta përdor në të mirën time edhe të njerëzve që më rrethojnë. Pak a shumë ky jam unë. Super. Bledi, tani jetojmë në iluzione sigurie apo jemi të pasigurt në internet? Interneti është një botë shumë e madhe nga sa e mendojmë në fakt. Mund të themi që është më e madhe se bota reale ku ne jetojmë, sepse në rast se ne, domethënë në botën reale, mundësitë për të lëvizur mund t'i kemi të limituara, sidomos njerëz të shtresave të thjeshta, po themi, në një botë virtuale është e pa kufi, po themi, mundësia për të lundruar, për të aksesuar gjëra të ndryshme. Kështu që edhe pse ne na duket sikur jemi të sigurt, sa më shumë që mendojmë se jemi të sigurt, aq më të pasigurt jemi. Jemi aq më të pasigurt, por në çdo gjë në internet tashmë është bërë pothuajse pa ndarë jeta në internetin dhe jemi bërë një mall tregu për dhënat tona, e bërë një mall tregu për kompanitë, për platformat online. Po jemi në fakt,
jemi duke qenë sepse çdo bisedë jona, qoftë zanore, qoftë e shkruar, regjistrohet edhe përdoret, po themi, nga këto kompani të mëdha të reklamave që i lexojnë ato biseda, i analizojnë edhe në fund të arrihet në atë rezultatin ku ne flasim për diçka edhe pas 2-3 minutash në reklamën e radhës na shfaqet një produkt apo një po themi një artikull rreth asaj që ne kemi diskutuar. Edhe kjo është po themi një nga gjërat më fillestare të pasigurisë që ne kemi në rrjet. Po, shumë interesante kjo më fjalë. Ju po thoni që nëse ne bashkë bisedojmë diku apo shkruajmë apo varet me mesazhe që përcjellin për njëri tjetrin dhe këto i analizojnë dhe ne sjellin reklam, pastaj pra i bie që ne s'kemi asgjë tonën. Shikoj, ne kur futemi në një platformë të caktuar, për shembull një rrjet social apo në një faqe interneti, na shfaqet një po themi një mesazh informues, edhe pak a shumë jo vetëm informues, po edhe pyetës në një farë mënyrë, ku na thuhet a dëshirojmë që ne të pranojmë disa cookies që quhen, cookies në shqip janë biskota. Mirë, po ata me këtë pjesën e biskotave kanë maskuar këto po themi mini programeve ose mini kodeve që regjistrohen nëpër pajisjet tona, edhe këto pastaj transferohen të dhënat atje ku ata duan. Edhe në çdo rrjet social ne gënjejmë me biskota, që kanë biskota të helmuara. Na gënjejmë me biskota, edhe askush domethënë nuk i lexon se çfarë bëjnë këto. Ose pjesa tjetër që ne hasemi shpesh edhe jemi të pa kujdesshëm po themi, është në çdo rrjet social që ne regjistrohemi edhe i pranojmë pa i lexuar ato kushtet edhe termat e privatësisë apo të përdorimit, atje ne jemi totalisht të survejuar, domethënë duke pranuar atë pjesë, ne nuk i shmangemi dot më pastaj po themi qoftë përgjimeve, qoftë çdo gjë tjetër që ata duan të bëjnë me dhënat tona. Po më falni, po thoni edhe në Facebook, në Instagram dhe në këto më falni duhet ja disa programa aty apo disa skupe, ku diun më falni duhet të jemi të kujdesshëm, po mirë, ne kemi me password këto Facebook-un. Shikoj, ne kemi me password që të mos futet dikush tjetër nga jashtë, jo që të mos aksesohen të dhënat tona nga persona të stafit, po themi, ose nga programe të ndryshme se s'ka interes, po themi, një person i stafit të di se çfarë bën Leonardi apo Bledi, por që në tërësi ata i marrin të dhënat tona dhe i analizojnë, siç po them. Në një rregullore të viteve të kaluara që kam lexuar unë të Facebook-us, mbaj mend ka qenë ajo periudha që telefonat edhe pajisjet nuk kanë qenë të zhvilluara kaq sa që kemi sot. Kanë qenë ato telefonat me butona edhe ndër të tjera rregulloria thoshte që Facebook, domethënë në rastin konkret të cilën unë e lexova, thoshte në rast se ti e pranon po themi këtë grumbull rregullash apo kushtesh të privatësisë dhe të përdorimit, Facebook ka të drejtën të përdori mikrofonin edhe kameran tënde edhe kur ti nuk e ke aplikacionin të hapur. Wow. Po. Po çfarë bëni me atë? Me kamerën e mikrofonit tani se atje nuk shpjegonte më shumë se kaq. Por që se i bie ta kesh telefonin në dorë, por mos jetë në dorën tënde. Po, patjetër që po, ose të mendosh që je i sigurt sepse ti e ke paguar telefonin, e ke bler me lekët tua edhe të mos jesh fare i sigurt. Unë di që në shumë po themi takime të rëndësishme që zhvillohen midis po themi njerëzve të instancave të larta shtetërore apo ku ta di unë se çfarë telefonat lihen jashtë mureve të dhomave të sallave po themi ku kryen takimet. Vetëm për këtë arsye. Po Dedi, një qytetar i zakonshëm, sa lehtësisht mund të hakerohet pa e kuptuar ai që po hakerohet? Mund të hakerohet pa e kuptuar fare. Në bazë të informacionit që unë kam, ka shumë mundësi që të hakerohet, duke nisur që nga ato linqet e thjeshta që ne i quajmë phishing, që janë domethënë që ti peshkohesh
Një nga rastet më të shpeshta është po themi kur ti merr një mesazh nga një miku yt I cili po ashtu mund të jetë hakeruar. Edhe të thotë a je ti në këtë foto apo ka ndodhur një aksident, lexo lajmin, janë gjëra që kanë ndodhur domethënë që po themi janë njoftuar njerëz me mesazhe që po themi ka ndodhur një aksident, shiko nëse ka të afërm nga të tut, po themi apo ku ta di, edhe në atë link ty të kërkohet që të logohesh. Domethënë aty hapet një faqe e ngjashme me rrjetin social Facebook, rasti konkret, sepse këto mesazhe ndahen përgjithsisht në Facebook. Ti pranon, po themi, të logohesh edhe ajo të ridërgon në faqen kryesore të Facebookut, ku ti tashmë je I loguar, edhe të dhënat e tua shkojnë në një databazë që një ose disa persona e kanë ndërtuar për të mbledhur, po themi, emaile edhe passworde të llogarive të ndryshme, fjalkalime të llogarive të ndryshme, ku më pastaj futen edhe po themi gërmojnë në të dhënat nëpër mesazhet, mbase mund të ketë karta krediti të shpërndara, mbase mund të ketë foto personale, foto intime ku njerëzit jo pak, domethënë jo rralli I ndajnë me njëri tjetrin, edhe e shantazhojnë, po themi, personin në fjalë, mund t'i kërkojnë para apo në mënyrë që t'ia kthejnë llogarinë mbrapsht. Shiko, Bledi, Këto janë më të shpeshtat që ndodhin. Pastaj ka raste sulmesh, po themi ku ti s'ke nevojë të marrësh as mesazhe, as linqe, as ku ta diun se çfarë. Por që këto kryen në rast se ti je një person I një rëndësie, po themi, shumë të lartë edhe duke qenë se këto janë edhe sulme shumë të kushtueshme. Personat që I kryejnë këto lloj sulmesh janë shumë të specializuar edhe kërkojnë pagesa shumë të larta për t'i kryer. Kështu që duhet të jesh një person, po themi, shumë I rëndësishëm që t'ia vlej të sulmohesh nga dikush në këtë lloj mënyrash, po them që nuk kuptohet sepse që se të kanë sulmuar, po themi. Po, që duke pasur parasysh që është një paranoj kolektive për si thosh për përgjimet në këto aplikacione apo telefonave dhe kush është ajo mënyra që mund të ruhemi apo thjesht është ndoshta edhe vetë ju të IT-s, ndoshta edhe vetë ju po e bëni shumë të madhe këtë si thoshte hakrimin apo këtë përgjimin, apo është kaq e vërtet kjo paranojë. Mënyra më e mirë për të ruajtur përdorin fare është mos kesh telefon fare. Mos të kesh telefon fare ose të kesh një telefon të vjetër ku mund të përgjohesh, po themi, vetëm nga njerëz që kanë interes në rast se ti, po themi, përbën rrezikshmëri të lartë për qytetarët, si në rastin e njerëzve që shkelin ligjin apo ku ta di. Në të kundërt, çdo person është I rrezikuar, në qoftë se, po themi, nuk përdor aplikacione apo programe të lëshuara nga, po themi, programuesi zyrtar. Po themi, ka shumë programe që janë të paguara, po themi, edhe ti përpiqesh që ti marrësh pa pagesë, mirë po ai që e mundson këtë program pa pagesë nuk ka, po themi, interes të ta japë ty pa marrë diçka në shkëmbim, më kupton? Kështu që bashkë me atë kodin e krakimit, po themi, të programit, ku ti nuk paguan tek programuesi zyrtar, po e merr falas, ai të fut një diçka që ti nuk e ndjen, nuk e shikon, edhe të merr të dhënat e tua në shkëmbim, po themi. Kështu që një mënyrë për të mbrojtur në një farë mënyrë është që të mos përdorin programe të krakuara kur ato janë me pagesë, apo të shkarkojmë aplikacione në telefona, duke qenë se telefonat janë ato që përdoren më shumë vetëm nga dyqanet zyrtare si Google Play Store në Android edhe App Store, iOS. iOS është pak më strikt në këtë pjesë, nuk e lejon vetë këtë ndërhyrjen me aplikacione të jashtme, por që Google Play Store është pak më, domethënë Android është pak më I rrezikuar, po themi, duke qenë se akoma e lejon që të shkarkohen aplikacione nga jashtë Google Play Store-it. Ka shumë platforma që kanë krijuar edhe dyqanet e tyre me aplikacione të ndryshme, por që me sa kam unë informacion shumë shpejt edhe kjo mundësi do të limitohet, nuk do jetë kaq e hapur.
Kështu që besoj do ketë edhe më pak rrezikshmëri për këtë pjesë. Në fjalë, nëse themi në këtë zhargonin e përditshëm, iPhone-at janë më të mbërtër se sa këta të Androidit, në fakt, Samsung apo telefonat E urrejta pranoj, po janë më të sigurt. E urrejt, po normalisht kam thënë, do të telefon. E urrejt. Unë jam përdoruar si rregullt i Androidit edhe mënyra se si unë e mbroj veten është siç thash, nuk shkarkoj domethënë aplikacione nga jashtë po themi Google Play Store-it. Por që shikoj, njerëzit mendojnë edhe të këtë pjesën pak. Kush ka interes të më suloj mua, e kupton? Duke qenë se unë se konsideroj. Këtë desha të thosha, për shembull tani, kush ka interes të hakroj dikë, po themi një qytetar të thjesht apo një person që s'ka ndonjë aktivitet biznesi apo aktivitet politik apo ja një diçka. Se pikërisht duhet të jetë kjo frikë. Po themi, ti je një person që punon në një institucion. Edhe ti ke dokumenta, po themi të rëndësishme të formuluara. Interesi im si sulmues, po themi si haker, është që të ti enkriptoj ty këto dokumenta në mënyrë që ti të mos i aksesosh dot. Ty ato dokumenta të duan nesër sepse ti kërkon shefi nga puna. Edhe unë të them më paguaj që ti dekriptoj edhe ti çoj në gjendjen që ishin, ku ti mund t'i aksesoj. Kjo është një nga interesat që kanë ta njerëz. Edhe ka një diçka që po themi me dalje në treg të monedhave elektronike, si Bitcoin apo Ethereum apo këto të tjerat me radhë, pagesat nuk kërkohen më nëpër banka, sepse bankat janë të gjurmueshme, kush e bëri pagesën edhe ku shkoi pagesa. Këto pagesa kërkohen në këtë lloj forme, pra kërkohen në monedha elektronike ku ti, domethënë, ty banka po themi të gjurmon deri në momentin që ti kryen pagesën për kompaninë e monedhave elektronike, ke bler po themi 100 euro Bitcoin, edhe deri këtu futet banka në lojë. Në rast se ti nuk e ke bërë këtë pagesë, banka të mbron. Deri aty, pastaj kur ti këto 100 euro të Bitcoinit i çon te bledi, po themi, aty banka del jashtë loje edhe nuk të gjurmon dot asnjëri se ku shkojnë ato para. Kështu që janë bërë të rrezikshëm, po themi, në këtë mënyrë. Jo, shiko, më thënë të drejtën. Kjo është një nga, po themi, arsyet pse duan të sulmojnë. Mirë. Tani pak a shumë ti e themi fjalë e mira fare është mos të kesh telefon. Pak a shumë të e thua dhe që këto aplikacionet të kemi kujdes ku klikojmë, çfarë liqesh, hapim e tjetër. Po mirë, ka ndonjë për shembull program, aplikacion, diçka që njeriu mund ta shkarkojë në telefon dhe mund të jetë mbrojtës, apo edhe kjo ka atë, mund të ketë atë hilën e vet brenda vetes. Tani për telefonat, Google Play Store-it paktën që është domethënë Androidi që është më i sulmueshëm, Google Play Store ka futur ka kohë në fakt që po ndodh kjo gjë, që çdo aplikacion që shkarkohet nga aty verifikohet në fillim nga programuesit e Google Play Store-it, pastaj nxirret në treg, po themi, për shkarkim. Kurse për kompjutera ka antiviruse të ndryshme, firewall të ndryshëm që vijnë në paketë me tonë. Sigurt sa për shembull. Varet nga kompania që i ka prodhuar, që i ka programuar. Përgjithsisht janë të sigurt. Në rast se, po themi, jemi njerëz të një niveli të thjeshtë, nëse nuk jemi njerëz të rëndësishëm. Pastaj, në varësi të rëndësisë të personit, rritet edhe frika, po themi, nga sulmet. Okej. Le të shiko. Okej, kemi parasysh gjithë normalisht sapo na jepet një mundësi, me fjalë direkt marrim telefonin dorë, qoftë për të parë Facebook-un, qoftë për të parë rrjete sociale,
apo për të googulluar për të marrë informacion, ku diun, me fjalë, gjithë si madh si vogël atë telefonin e dorë. Por nëse të rriturit kanë atë pjesën e ndoshta edhe të vetë kontrollit të këtyre ligjeve apo ku ata klikojnë. Po të kemi parasysh që sot ne kemi një brez fëmijësh që të gjithë fëmijët rriten me telefona në dorë, me tablet, pra me iPad, me këto. Dhe si mendon për fëmijët, çfarë duhet të bëhet, si e shikon edhe këtë brez të fëmijëve, me fjalë të brez që po rritet me teknologjinë dhe si mund të mbrohen, apo pa gjithmonë duke patur parasysh atë fushën e mbrojtjes të fëmijëve. Shiko, përdorimi të fëmijët është shumë i dëmshëm, por është i pashmangshëm. Sepse po themi në rast se një prind ja ndalon fëmijës përdorimin e pajisjeve teknologjike, si për shembull në rastin konkret telefonat, një fëmijë tjetër e përdor lirisht duke qenë se prindi i tij nuk ka informacionin e duhur për dëmet që mund të shkaktojë përdorimi i këtyre pajisjeve. Edhe fëmia që nuk e përdor, i thot prindit, pse ai fëmia tjetër po e përdor edhe unë jo. Edhe kjo është, po themi, një nga gjërat më të shpeshta që ndodhin, edhe prindi duke u stepur, po themi, ose duke mos e bindur dot fëmijën, ja lejon her pas here me orar, her pas here nuk ka kohë me ta kontrolloj pastaj se sa e përdor pajisjen, edhe mënyra më e mirë, domethënë për ta shmangur këtë është ka programe ku prindi e kontrollon po themi orarin e përdorimit të pajisjes të fëmijës. Edhe ka ekzistojnë këto lloj programesh, më fal që po ekzistojnë këto lloj programesh, por njerëzit kanë shumë pak informacion. Njerëzit kanë shumë pak informacion, edhe janë shumë të pakët përdoruesit e këtyre lloj programeve. Si procedohet për këto programe? Si janë këto programe? Çfarë janë këto? Tani në rastin e telefonave Android, Google i ka një program që është Google Family Link, ku ti mund ta instalosh tek pajisja e fëmijës edhe tek pajisja jote. Tek pajisja e fëmijës të deklaron që kjo është pajisja e fëmijës, tek pajisja jote deklaron që është pajisja e prindit, edhe ti mund të kontrollosh orarin, mund të kontrollosh aplikacionet që janë të instaluara, aplikacionet që ka kërkuar fëmia më shpesh, faqet ku hyn fëmia më shpesh, aktivitetin. Mund të kontrollosh totalisht aktivitetin e fëmijës. Mund ta hapësh edhe ta mbyllësh telefonin kur të duash ti. Mund të caktosh një orar që të hapet edhe të mbyllet automatikisht, pra ke kontroll total në pajisje. Edhe është shumë gjë e mirë, po kur unë kam instaluar tek disa nga prindrit që ma kanë kërkuar, kam bërë re që fëmijët janë bërë shumë agresiv. Ndodhe dhe kjo. Kur ndalohet kur mbyllet, edhe ndodh domethënë që fëmia të agravohet, edhe Okej, pastaj kjo është edhe pjesë, kjo është edhe pjesë e prindit pastaj se sa, shiko. Okej, ne po flasim për teknologjinë, por kjo është edhe pjesë e prindit pastaj se si prindi komunikon me fëmijën, se si ja shpjegon, pra se si pra gjithmonë baza e komunikimit, por kjo si program më duket interesant, në fjalë. Këto lloj programash mund të shkarkohen në çdo lloj telefoni, kompjuter, tablet. Mund të shkarkohet për kompjuter, ka pasur një të Microsoftit, duke qenë se platforma Windows është më e shpeshta që përdoret për të paktën për Shqipërinë. Ka programe të Microsoftit që krijojnë të njëjtat funksione si Google Family Link, që po them gjithashtu ka edhe për iOS, për iPhone, për pajisjet e Apple-it. Normalisht që ka programe, por që prindrit nuk po themi janë të informuar mjaftueshëm për këtë pjesë. Gjithashtu edhe një mënyrë tjetër
për të patur një internet të sigurt edhe ndalimi nga ISP-ja, po themi Internet Service Provider-i, që është kompania shpërndarëse e internetit. Ka kompani që ofrojnë, po themi, lejimin edhe bllokimin e faqeve të ndryshme që nga serveri i tyre. Pra, ti thua që unë këto faqe, po themi, nuk i dua. Faqet me materiale të ndaluara për moshën 18 apo ku ta di unë, ti i thua që nuk i dua në linjën time, edhe ata ti bllokojnë që atje edhe nuk këto privat edhe rrituri, po privat edhe i rrituri, patjetër. Pra nuk është në këto kompani të bëhet një ndarje. Po, jo, nuk bëhet një ndarje, kurse për programet që instalohen në pajisje, siç ju thash për këtë pjesë, pastaj privohet vetëm fëmia. Sepse edhe në rast se po themi dakord, këto të po themi bllokimet që vijnë nga kompania shpërndarëse e internetit mund të bëhen bypass me një VPN. Në momentin që ti ja ndalon fëmijës me një nga këto programe që u përmendën, po themi që ti jetë ndaluar fëmia të përdorë aplikacione të ndryshme, ti e ndalon të shkarkojë një VPN edhe nuk ja lejon që të përdori këtë lloj të ketë akses në gjëra të ndryshme. Shpresoj që të jetë duke të dëgjuar edhe prindër, më fal sepse vërtet kjo pjesa e këtij programi po më duket shumë interesant. Dhe normalisht që pastaj prindi duhet të bëhet rolin e vet të prindërimit, pra që ta bindet të komunikojë me fëmijën, por një mundësi që ka për të patur një kontroll në pajisjen e fëmijës, telefon, tablet. Por pastaj pjesa që the edhe ti që fëmijët agravojnë, bën më nero, pastaj është diçka tjetër. Po kjo ndodh shpesh, në fakt nuk ndodh rrallë. Kuptoj. Bledi, shiko, vëm re, paktën hasim shpesh njerëz që krijojnë konflikte, madje kanë shkolla divorce, nga njohjet online, nga profilet falso, etj. Okej, kjo është një fushë e psikologëve dhe një fushë e punës sociale, etj. Por ekziston ndonjë program që mund të kontrolloj burri gruan, gruaja burrin, të dashurën, si thosh, të zbërthehet ai profili falso? Shiko, po themi kjo metoda që kontrollohet fëmia mund të jetë një mënyrë për të kontrolluar edhe këtë pjesën që ti po thua tani, duke mos i kufizuar të drejtat. Jo, s'ka problem. Në fakt nuk kam informacion, po thjesht tani po mendoj se si mund të kryhet, e kupton? Por që thjesht në rast se po themi instalohet edhe personi që ndoshta shërben dokuju për këtë. Shiko, po themi mbase në rast se duam ta kontrollojmë dikë pa e kuptuar, ai thjesht të instalojmë aty aplikacionin, e lëm të instaluar, i japim aksesin e fëmijës pa e limituar asnjë gjë, edhe thjesht rrim edhe shikojmë se çfarë ndodh me aktivitetin e tij online ose të saj. Por është një program specifik për çiftet nuk jo, nuk thash kuptoj. Sepse secili e ka ndërgjigjen me vete pastaj. Patjetër, sepse edhe kjo pjesa e kontrollit është kontrolli i paligjshëm është edhe absolutisht është një policia pastaj. Kalon të djegë ligjore, por shikoj e hasim shpesh herë edhe në diskutime me fjalë apo edhe nëpër rrjetet sociale shpesh herë hasim të tilla pyetje apo të tilla gjëra. Kjo gjë në fakt duhet të ndalohet nga vetë rrjeti social, duke kërkuar të dhëna personale, duke kërkuar verifikim identiteti, edhe duke mos lejuar një person të ketë më shumë se një llogari në rrjetin social. Por që aktualisht kjo gjë nuk është duke ndodhur, ti mund të hapësh një llogari në rrjetet sociale pa asnjë kriter moshe, po themi pa asnjë kriter identifikimi, edhe kjo gjë në fakt nuk është bërë rrezik vetëm për të rriturit, po më shumë është bërë rrezik për fëmijët. Sepse futen njerëz të pa identifikuar, të pa njohur, komunikojnë me fëmijët, edhe
ndodhin pasaj ngjarje nga më të ndryshmet, nga më të pakëndshmet, që ne i dëgjojmë në lajmet. Me sa di, domethënë Australia ka filluar, me sa unë informacion kam, ka filluar të veprojë në këtë pjesë, duke limituar përdorimin e rrjeteve sociale në moshën 16 vjeç. Franca dhe Norvegjia. Edhe Franca, me fjalë, Po. Franca duket se ka Kanë- vend si ligj, Gjermania pe Kanë filluar ta vendosin këto. Po, kjo është Edhe okay. kjo do jetë shumë që mirë pastaj, jo vetëm për fëmijët, po do jetë edhe për këtë pjesën, kategorinë e njerëzve që po thua ti që kanë profile fake dhe Ja, edhe ishte okay. Me fjalë, kjo është një problem social që është kudo në botë, me fjalë, nuk është se është Tjetër. një fenomen shqiptar, me fjalë, është fenomen botëror dhe Pikërisht. përdesa ju thatë në fillim që asgjë s'ka gjë të sigurt, pastaj kështu që kuptohet, po cila mund të jetë platforma më sigurt ose platforma më e pa sigurt, duke patur parasysh këtë që përdoret më së shpeshti, me fjalë Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram janë të kompani në fakt. TikTok është kompani tjetër. TikTok është një kompani kineze, edhe është thënë edhe është stërthën që ka një program të ngjashëm si TikToku për Kinën, ndryshe nga programi që Kina ka lëshuar për botën. Edhe ndërkohë që për botën, po themi, algoritmi të sjell video si të shkatrosh nervat, në territorin e Kinës ti ke të jep algoritmi vetëm video se si të ndërtosh, si të krijosh, edhe njerëzit atje po pse ka thuren. pse ka përshafuar Evropa, bota perëndimore pra këtë pjesën tjetër? Pse s'është bërë edhe këtu si në Kinë? Sepse këtë gjë e ka në dorë Kina. E kanë në dorë programuesit që kanë krijuar algoritmin e shpërndarjes të videove. Edhe njerëzit duke u tërhequr nga ky trend, edhe ata që krijojnë content, që krijojnë materiale për rrjete sociale, edhe ata po tërhiqen duke qenë se rrjeti i çon viral brenda shumë pak kohe, në rast se krijojnë material të dëmshëm, material të panevojshëm, po themi. Kuptoj. Edhe kjo është, domethënë, një nga rrjetet, po themi, më të pasigurta, ku shumë shpesh, domethënë, ka ndodhur gjëra që kanë qenë raste fatale, sidomos edhe në Shqipëri, domethënë ka pasur raste ku kanë nisur sherrë nga TikToku midis fëmijëve dhe kanë ndodhur ato që kanë ndodhur, pastaj që kemi dëgjuar. Bledi, sa duke patur parasysh, varet sa informacion ke ti dhe sa të ka interesuar të marrësh informacion, po duke patur parasysh në Shqipëri edhe para disa viteve dhe vazhdimisht me fjalë hakerohen, diskutohen me fjalë problemet e akshit e tjerë dhe qoftë pa të ndalë targat e makinave, karta banke, numra telefoni, si thonë nga hakrat iranian, dhe si mund të ruhet një individ i thjesht nga këto Bledi, për shembull nga banka, mos i dalë karta e bankës, apo thjesht mos të kesh të lloj aplikacione, mos kesh telefon kaq shkurt është ka një diçka që hakerimi po them. Nga shkojmë në mi fjalë, tash në Shqipëri çdo gjë ka në Albania, çdo gjë ka. Shiko në këtë rast, Albania në rastin konkret është një grumbull shërbimesh që deri përpara se të krijohej Albania kanë qenë të ndara. Tani ka një diçka që hakerimi ndodh në nivel individual, po themi që sulmohet nardhje specifikisht, edhe në nivel qendror që sulmohet banka, po themi. Në rast se ata nxjerrin vetëm kartën tënde, atëherë do të thotë që është sulmuar telefoni yt, po themi, ku ti ke të instaluar aplikacionin e bankës apo ku ta di. Në rast se dalin të gjitha kartat, po themi, ose numrat e telefonit apo targat apo ku ta diun, sulmohet komplet sistemi qendror. Tani çfarë ndodh? Shqipëria është një vend i vogël. Edhe që të programosh programe të mbrojtjes, po themi programe sigurie,
është një diçka shumë e kushtueshme që kërkon shumë njohuri të thelluar apo themi në këtë fushë. Edhe ajo që ndodh shpesh, nuk e di në rastet konkrete a ka ndodhur kështu apo janë sulmuar programe që ne vetë i kemi krijuar, por që përgjithsisht programet e mbrojtjes janë programe të krijuara nga të tretët edhe blihen për përdorim. Me fjalë janë krijuar nga të tjerë dhe ne i blejmë pastaj për t'i përdorur. Ne i blejmë për të mbrojtur sistemet tona. Kjo mund të ketë atë pjesën më fjalë mund të jetë brenda programit dhe pjesa që ti e blen dhe e ka pjesën që të hakeroj apo Jo, sepse ti këtë programin e blen për të mbrojtur. Mirë po, nëse ky është një program që përdoret shumë shpesh nga shumë, po themi, institucione të ndryshme edhe në botë, mund të ndodhi që ti janë gjetur pikat e dobta të këtij programi ku mund të futesh në sistem edhe ata pastaj kanë akses, sepse nuk mund të jemi të parat që sulmohemi. Kjo është ideja. Jo, kam parasysh, po sa ka bërë mirë Shqipëria bledi që çdo informacion e ka grumbulluar në një sistem, siç është e-Albania. Sa e shikon ti pozitive duke patur parasysh gjithë këto probleme që ka hakrimi apo që ka vetë interneti. Se për shembull perëndim nuk është kaq. Këtu në Gjermani, jo është gjë mund të marrësh online. Ato akoma funksionon posta, funksionon shkosha të zyra, funksionon akoma lapsi, si i thonë, kupton? E kuptoj. Shiko, duke pasur parasysh, po themi, nivelin jo edhe shumë të lartë, edhe duke pasur parasysh edhe gjërat që kanë ndodhur, po themi sulmet që kanë ndodhur ndaj kompanive të ndryshme apo institucioneve të ndryshme, duket që nuk jemi akoma përgatitur për një terren të tillë, për të shkuar në një terren të tillë, po themi, edhe pse ne jemi tashmë. Ndërsa në përdorim përditshëm, po themi, është gjë e mirë sepse personat nuk kanë nevojë shkurton kohën patjetër. Por që përveç se për sulmet, kjo ka hasur edhe në diçka tjetër që jo çdo kush është i përgatitur ta përdorë sistemin dhe kjo e ka dhënë dorë të lirë pastaj njerëzve që kanë njohuritë e përdorimit të sistemit të abuzojnë me çmimet e ofrimit të shërbimeve me të tjerat me radhë. Kjo është një temë tjetër pastaj që ha pjesën e saj të diskutimit. Por më thonë të drejtën, mua më është dukur, mirë është, shkurtohet kohë, mund ta marrësh në çdo cep të botës një dokument që të duhet, por gjithmonë kam patur atë dyshimin me fjalë që mos ndoshta jemi ngutur shumë duke patur parasysh edhe parametrat e sigurisë apo problematika që kemi edhe ne si shtet në fjalë. Po mbase mund të jetë edhe kjo, sepse si thua, kur shikojmë edhe vendet e tjera që janë shumë të zhvilluara se ne në këtë fushë, që nuk i ofrojnë këto lloj shërbimesh, pastaj arrihet në atë përfundimi që nuk jemi më gati, edhe pse siç e thash, ne jemi tashmë në rrjet me shumë informacione personale për njerëzit, edhe mund të aksesohen nga kushdo, siç kemi parë. Nga sulmet që kanë ndodhur. Po bizneset, bledi, normalisht unë po e kuptoj që askush nuk është i pasulmuar dhe çdo kush është i sulmueshëm, po bizneset janë të ekspozuara drejt këtyre problemeve, apo ka programe të veçanta që ata mbrohen dhe pak a shumë kush është ajo, si thosh, trendi për bizneset në Shqipëri dhe në online. Sa të besueshëm, ose edhe pjesa tjetër, sa i besueshëm është tregu online? Shiko, tregu online është një diçka. Kjo është pjesë ekonomistëve, por gjithmonë flasim te ajo. Është temë tjetër. Kuptoj, por është temë, domethënë që po. Për sa i përket pjesës së sigurisë, ka një diçka, domethënë që nuk mund të themi që ka siguri, por që nuk është edhe aq i pasigurt, sepse po themi në rastin kur
transaksioni kryhet me bankë për të kryer pagesën, atëherë personi që e merr pagesën, siç e thash edhe më parë, është i identifikueshëm. Ose në rastet e këtyre shitblerjeve që kanë filluar në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni që funksionojnë me këto postat e shpejta, edhe në këtë rast është identifikueshëm shitësi, sepse postat kërkojnë, po themi, një kartë identiteti për personin që regjistrohet si shitës, edhe normalisht mund të identifikohet. Edhe me sa kam parë, domethënë, në rast se ne nuk marrim produktet që duam, ka një autoritet për mbrojtjen e konsumatorit, ku ne shkojmë ankohemi, edhe në rast se dyqani është i regjistruar, pastaj normalisht penalizohet për produktin që ka shitur, apo klienti rimbursohet. Në rast se e kuptova pyetjen si duhet. Kuptoj, me fjalë, okay. Ne kemi edhe inteligjencën artificiale, ChatGPT apo shumë aplikacione të tjera ku njerëzit kërkojnë informacion, marrin informacion, madje kanë filluar tani edhe ta përdorin për të bërë shkrime, libra ku diun, me fjalë. Shiko, gjë shkojnë ke ChatGPT-ja. Sa sigurt janë këto, me fjalë, sepse okay, dakor, të dhënat që ne hapim informacion, që hapim me aplikacione, dakor, por për shembull chatit apo të tjerë, ne ju japim vetë shumë informacion. Po, ja japim vetë shumë informacione, edhe kur ne regjistrojmë tek pjesa e, po themi, ChatGPT-s që është më e përdorura, ne pranojmë që të dhënat që ne japim të mos fshihen asnjëherë, edhe pse ne i fshijmë nga aty, ato ruhen diku. Edhe këtë gjë desha ta citoj edhe për rrjetet sociale, edhe pse ne i fshijmë mesazhet, fotot, çdo gjë ruhet diku. Asnjë gjë nuk është e pa ama mos u fut tash të na futë frikën tash. Shiko, mos më shtyp pastaj të them që edhe nëse ti e thyen, domethënë, më fal, nëse ti e lën një USB pa përdorur, apo këtë diun, apo një pajisje memorizuese siç janë hard diskjet e kompjuterave, edhe nëse ti i fshin materialet nga aty, çdo gjë mund të rikthehet prapë. Kështu që çdo gjë teknikisht është e rikthyeshme. Edhe kur ne i fshim vetë, domethënë me dëshirën tonë. Po tani bëhet se shiko, mos e na futë frikën. Për shembull, merr fshin një foto, edhe e hedh aty, po më thon tash po flasim edhe për audiencën. Merr e hedh aty te koshi. Edhe thonë pastor e koshi. E merr edhe koshin e pastron dhe e hedh aty më tani. Tani, ku do merret edhe më tani? Hoqja, edhe nga koshi e hoqja. Ja të ta shpjegoj teknikisht këtë gjë, domethënë pajisjet memorizuese janë të ndara në sektor memorizimi. Edhe në momentin që ti i jep delete një diçkaje, që ti e fshin një diçka, pajisja fshin vetëm, po themi, pjesën e parë ku fillon sektori i kësaj gjës memorizuese, po themi. Edhe në momentin që ne këtë pajisje ne çojmë te një ekspert i IT-s, ka programe specifike, ka pajisje specifike që e rishkruajnë atë sektor, fillimin e atij sektori që ne kemi fshirë, domethënë, edhe ne mund të rikthejmë çdo gjë që kemi pasur aty. Edhe pse mund të jetë fshirë, apo edhe pse mund të jetë formatuar si pajisje, siç e quajmë ne, që është domethënë niveli më i lartë i pastrimit që mund të bëjë një përdorues i thjeshtë. Më fjalë, mos më rënë telefonin në dorën tënde apo diçka tjetër, se fshi sa dush, thua ti blet. Kështu që një këshill që do të jepja për pajisjet personale është që përpara se ti lini pa përdorur, po themi, ose në rast përpara se ti hidhni, është që ti thyeni apo ti digjni do ishte më e mira. Si? Po një. I djegim. Po jo, të kuptova sepse Shqipin. Kallim. Shqipin e ketë pastër ti, po di se dale pak. Me fjalë, nëse telefoni më është prishur, pra është djeg ekrani, është prishur, duhet blej një telefon të ri. Ekrani është thjesht pasqyrues i asaj që ndodh. Ta bëj pak të thjesht për dëgjuesit dhe për veten time. Tani, unë duhet blej një telefon të ri. Telefonin që kam më është prishur. Dhe kur blej telefonin e ri, marr edhe i vë emailin,
passwordin, gjitha dhe më vinë gjitha fotot, Gjitha, po. gjitha gjërat atje. Sepse janë të ngarkuara në iCloud. Po, Në rastin të okej, për mi ma, që ke iPhone. ku di që ti se qa ka më? Sepse ti je një përdorues iPhone-i, po Tani, po do të them, nëse këtë telefonin e prishur, pra i mora unë me iCloud në telefonin e ri ato që kisha tek telefoni i prishur, i çova atje. Tani këtë telefonin e prishur unë e hell dhe e gjen ti. Ti mund t'i marrësh prap këto që mora unë i hulla atje në telefonin. Mund ta marr telefonin që ti e hodhe, në rast se kam interes të mbledh të dhëna, edhe mund t'i testoj pajisjet me radhë, në rast se pjesa e memorizimit nuk është e dëmtuar, atëherë normalisht që unë mund t'i rikthej të dhënat që ti ke pasur aty te telefoni. Wow. Si mund të dëmtojmë të më memorizuar, për shkak se mund të një dëgjues, po një qytetar, pra ti thua që nëse të shprishur pajisja, më mirë ta djegësh. Po patjetër që të mos lehet asnjë gjurmë elektronike. Po. Që do ishte më e mira. Jo, më mira fare që nga të kesh nga ata Nokia 3030 që janë qenë Çështja është që tani në Amerikë kur kam qenë unë para disa vitesh nuk funksiononte rrjeti 2G ku ishin të mbështetur ata telefona, kështu që si përdorim dot me ata telefona. Na shtyn drejt përdorimit të pajisjeve të reja, edhe sikur të mos duam ne, ata na shtyn t'i blejmë pajisjet e reja. E kupton? Sepse një sistem operimi që del ka më shumë funksionalitete se sa i pari. Një përditësim i programit që del ka më shumë funksionalitete se sa i pari. Por jo çdo lloj pajisje suporton çdo lloj programi. Domethënë në rastin konkret të programeve që janë më të përdorshme përditësohen me funksionalitetet e reja, edhe një pajisje që është prodhuar po themi përpara 10 viteve nuk mund t'i suportoj ato, sepse ato kërkojnë më shumë memorie, kërkojnë më shumë hapësirë në telefon, kërkojnë më shumë shpejtësi të telefonit, kështu që do detyrohemi të blejmë pajisjet e reja, në rast se ne duam t'i përdorim këto lloj shërbimesh. Kështu që jemi të detyruar në një farë mënyrë të ecim. Edhe sikur po themi pajisja ti jetë e ruajtur në një gjendje perfekte sikur ka dalë nga fabrika, ose edhe sikur ta hapim sot kutinë e asaj pajisje, edhe domethënë të quhet e re, po themi. Normalisht ajo pajisje po qëse i ka bërë disa vite do dali jashtë përdorimit. Ato update-et që të marrë ato update-et e reja. Dhe kështu që po. Cilat janë ato dedi gabimet më të shpeshta që ne njerëzit e thjesht bëjmë me internetin apo me platforma të ndryshme apo thjesht ose me telefonin për shembull. Që nuk mi thot që po mos i bëjmë këto gabime kaq foshnjërake, mund të kemi një mbrojtje më shumë, më thënë. Gabimet më të shpeshta janë, po themi, dhënia e të dhënave personale pa pyetur se ku po shkojnë këto të dhëna. Kjo është gjëja numër 1, domethënë. Pjesa tjetër pastaj është përdorimi pa kriter, navigimi i faqeve të pakontrolluara, të pa verifikuar, që normalisht pastaj sjellin edhe ato dëmet që shkaktojnë, qoftë sulmet, qoftë të tjerat me radhë. Kuptoj. Përsa i përket pjesës së chatit pastaj që po flisim për inteligjencën artificiale. Se na bëre lëm shtim ato frikën ato gjërat edhe e harruam fare. Shiko, ato janë gjëra që ekzistojnë, jo se po i them unë. Ato janë gjëra që janë të testuara që mund të rikthehen të dhënat edhe pasi ne i fshimit të dëshirojmë. Okej, të falenderoj që po i thua, po them që janë të frikshme shumë kur i dëgjon edhe nga njerëz si puna jote, a kupton? Dhe ti normalisht që mban edhe shumë gjëra brenda vetes që nuk i thua, nuk i deklaron dhe i ke sekret profesional. Pjesa e AI-t është një diçka që po e pushton shoqërinë dhe po na bën të jemi ata që si jemi. Domethënë me një
prompt të chatit më shkruaj një poezi, ti mund të bësh një poet. Me një prompt në Suno AI ti mund të bësh muzikant. Me një prompt po në chat ti mund të bësh piktor, fotograf, çfarë do lloj gjëje që ti dëshiron. Edhe sa e rrezikshëm është ky? Shiko, ka një diçka që njeriu në rast se nuk i përdor po themi shqisat apo organet me apo pa qëllim, ato dëmbelosen. Po e themi kështu në gjuhën e përditshme që flasim. Kuptoj. Si në rastin e cigares ku truri e prodhon vetë nikotinën, edhe ti ja jep të gatshme, ai pastaj ka nevojë sepse ndalon së prodhuari. Edhe në rastin e inteligjencave artificiale. Unë e pi cigare. Truri bëhet më pak kreativ. Truri me prodhon nikotinën, por do çik më shumë. Po, patjetër. Ndizenja, po. Shiko, ideja është që normalisht ne pas një kohe të gjatë të përdorimit pastaj përballemi me atë pjesën e mungesës të kreativitetit, sepse e marrim të gatshme këtë gjë, nuk kupton. Po themi, ne i themi, më shkruaj një informacion, më shkruaj një postim, më shkruaj këtë, më shkruaj atë, bëhemi, ne jemi kreativ të botës, edhe kur ne na mungon kjo gjëja, edhe ne duhet të shkruajmë diçka vetë, pastaj ne nuk dim të shkruajmë unë jam Blendi apo ta di ku të shkruajmë. Absolutisht, por duke ja dhënë gjithë këtë informacion chatit, është rrezik për shembull që ky informacion të dalë edhe diku tjetër, pra të shpërndahet edhe diku tjetër dhe të kenë të tjerë informacionet tona për shembull sot. Patjetër që po, sepse jo vetëm sistemet e Shqipërisë sulmohen. Jo, okay, ne po flasim që thamë edhe më sipër, asnjë lloj sistemi nuk është i pasulmueshëm. Kjo është ideja. Edhe në rast të një sulmi normalisht të tëra do dalin. Çfarë nuk duhet të japim chatit për shembull? Çfarë nuk ku duhet të ruhemi këtë chati? Apo edhe kjo si gjitha të tjerat sa më pak si gjitha të tjerat, sa më pak më mirë, sepse po themi, në rastet e rrjeteve sociale ne mund të ndajmë midis njëri tjetrit edhe karta bankash, e kupton? Apo ku ta di unë, mbase chati s'na i kërkon, por që ka njerëz që po themi në mungesë të dikujt që ta kenë afër të ri të dëgjoj, mund të flasin me chatin, sepse chati vetë është i programuar të jetë shumë suportues ndaj njerëzve që i flasin edhe i tregojnë atij problematikat e tyre të ndryshme. Po, për të bërë muhabet. Me lidhje një pyetje shumë natyrale. Ti sapo përmendë që njerëzit shkëmbejnë përmes WhatsAppit apo përmes Messengerit apo Viberit apo çfarë këto platformat e komunikimit, shërbejnë me fjalë përcjellin, këmbejnë karta banke, foto, pra gjëra personale, informacione personale dhe tani sa janë të sigurta këto dhe ose sa janë më të rrezikuara, pra janë më shumë të rrezikuara në këtë lloj mënyre apo nëse ti për shembull themi kartën e bankës e ke aplikacion në bankë. Shikon, në rastin e bankave ti thjesht mund të bësh një ankimim në bankë dhe i thua që këtë pagesën se kam kryer unë. Ndërkohë që në rastin e ty të merret një foto, po themi siç mund të ndajë foto. Nëse njerëzit shkëmbejnë informacione, qoftë karta banke, qoftë informacione të ndryshme, gjeneralitete të ndryshme që kanë. Dhe krijon rrezik kjo për shkak që unë e ti këmbejmë një informacion dhe ky informacion mund të dalë jashtë kësaj. Po këtë po thoja që në rastin e bankave, po, s'ka problem. Në rastin e bankave, ti thjesht mund të bësh një ankesë te banka dhe i thua që këtë pagesë nuk e kam bërë unë. Edhe ata futen pastaj në sistemin e tyre edhe mund të gjejnë lokacionin ku është kryer transaksioni, llojin e pajisjes,
emrin e personit që ka përdorur pajisjen, në rast se personi është i pakujdesshëm që të përdori pajisjen e tij personale për të përdorur një kartë të vjedhur banke, po themi. Kuptoj. Edhe mund të lokalizohet, po themi, personi që ka kryer transaksionin e palejuar nga ty. Ndërsa në rastin e fotove personale, siç mund të ketë foto intime apo ku ta diun, shikojmë plot raste në media ku njerëzit shantazhohen. Edhe Jo, okay, kjo është ndërgjegje e njeriu, më thënë. Kjo është pjesë e ndërgjegjes, flas pjesë e platformës. Pra mund të ruhemi nga kjo, nëse unë marr tani bëj një foto, shiko, nga platforma, i bëj një foto pasaportës time unë dhe ta dërgoj ty. Por unë mund kem një mundësi të ruhem që kjo fotokopja pasaportës time vjen vetëm këtij dhe nuk mund të hakrohet nga platforma WhatsApp-it, po themi tani. Tani ne shikojmë aty te WhatsApp-i që mesazhet janë nga të dyja anët e enkriptuara. Çka do të thotë që mesazhi, po themi, enkriptohet kur shkon në nisje edhe dekriptohet në mërritje. Pra kur ti e nis mesazhin, çfarë do lloj mesazhi qoftë, ai ka një kod të caktuar enkriptimi, enkriptohet gjatë rrugës ku nuk mund të teorikisht, po themi, se praktikisht siç e thash, ata ruajnë çdo gjë, më kupton? Teorikisht enkriptohet gjatë rrugës kur vjen deri te unë. Edhe te unë pastaj vjen me atë kodin e enkriptimit, po themi, edhe dekriptohet edhe shfaqet ashtu siç e ke dërguar ti. Por që këto, po themi, janë vetëm mund të ruhemi, ka ruajtje për këto? E thash, të përdorim sa më pak, të shpërndajmë sa më pak të në personale. Na knaqem, po nuk rrim tot. Kjo parasysh, ulesh në lokal direkt telefonin në dorë, je duke ngrënë bukë direkt me telefon në dorë, kjo parasysh, pa normalisht kjo është çështje e ndërgjegjes, domethënë të drejtën, të shumë secili prej nesh duhet të ketë atë ndërgjegjen e pasur, sepse qoftë edhe të rish ulur në karrige kot është humbje kohe, jo më të rish edhe ulur në karrige, edhe të humbësh kohë, të lundrosh nëpër çfarë do lloj faqe interneti apo kudo. Pastaj është përveç se humbje kohe, është që duke i bërë dhe dëm vetes, se nuk i di se ku dëmtohesh, apo jo? Patjetër që po. Nëse do të kërkonte dikush 3 këshilla, ose ai dikush jam unë, dhe të kërkoj kush janë ato 3 këshilla që ti dhe i kishe si të arta, për shembull për dikë që të ketë atë kujdesin në rrjetet sociale, apo që mund të mbrohet. Shiko, ideja është kjo, domethënë që rrjeti social si kompani. Kur them rrjeti social, po them edhe interneti, apo po flasim edhe për Google, po flasim edhe për komplet të gjitha, jo thjesht X. Nëse e flasim pastaj për internetin është pak më e zgjeruar si gjë, kupton? Ndërsa për rrjetet sociale, domethënë vetë rrjeti social nuk ka interes që të dalin të dhënat dhe ti ta ankohesh, sepse ndryshe nga që mund të funksionojë në Shqipëri, po themi në botë, në vendet e zhvilluara po themi ka ligje specifike për këtë pjesë. E kupton, edhe normalisht që në rast se një dhënë imja del pa lejen time, edhe pa lejen e personit të cilit unë jam nisa, rrjeti social mban përgjegjësi edhe kryen hetime të tjera me radhë, kupton? Edhe shikojnë që rrjeti social ka pasur, po themi, sulme dhe normalisht dënohet për këtë pjesë. Edhe qytetarët dhe më shpërblen, kështu që rrjeti social nuk ka interes të, po themi, të nxjerrit të dhëna personale, përveç se kushteve të kontratës që ne pranojmë, domethënë që ata mund të përdorin të dhënat tona për qëllime të personalizimit të reklamave, siç e përmenda në fillim të bisedës. Ndërsa mbrojtja, po themi, personale është kjo që ne duhet të përdorim profile me të dhënat reale, në mënyrë që në rast se ky profil i vidhet, po themi, apo sulmohet nga të tretët, ne me një mjet identifikimi të kemi mundësinë të vërtetojmë identitetin ton, që ne jemi mbajtësit të vërtet të këtij akaunti apo të kësaj llogarie, edhe rrjeti social të na japi akses.
të përdorim verifikimin me 2 hapa, që janë këto verifikimet me numra telefoni ku në rast se unë e kam edhe po themi emailin edhe passwordin, fjalkalimin që ti ke, unë nuk futem dot nëse ti nuk më jep akses ose nëse një kod vjen në telefonin tënd dhe ti atë duhet më japësh mua që unë të futem. Kjo është ideja. Edhe pjesa tjetër pastaj është që të kemi sa më pak njerëz të panjohur në listën e miqve. Sepse normalisht pastaj siç e thash, vinë edhe sulme të ndryshme apo mund të merren foto, mund të që këto janë gjëra që s'ka nevojë për sidomos mos të hapen fare këto linchet që si jep Po, patjetër ato po. Por që në rast se ti ke këtë mbrojtjen me 2 hapa, siç e thash, që një kod vjen në numrin tënd të telefonit apo një njoftim vjen në njoftimet e tua ku thot ai ishe ti që u logove Të them të drejtë ose dia i kam këto mirë. E kam me 1 hap, me 2 hapa, i kam. I ke. I ke, ta sigurojmë që i ke. Me qëtësove, që Ndërsa për përdorimin e gjerë të internetit, pastaj është që, të më thënë, një këshill është që thjesht duhet të qëndrojmë, po themi sa më të sigurt, duke aksesuar faqe që janë të njohura. Sepse thjesht edhe vetëm duke hyrë në një faqe internetit, ti merr cookies, siç e thash edhe më sipër, biskota. Që ato biskotat që jo gjithmonë shërbejnë vetëm për personalizimin e reklamave. Në fjalë, ne bëm 1 orë bisedë, Bledi, dhe tani për vetëm atyre që mua më duket si më interesante, por faktikisht gjithë interesante i kësaj bisede ishte ajo që ti the, që më mirë mos i përdorim fare e mos merremi me ato fare. Do ishte Edhe pse ne jetë pa to s'kemi, sepse është ndërtuar dhe ndërlidhur jeta në mënyrë të tillë që pa internet gati s'mund të bësh asgjë, sidomos për ne që jetojmë në migracion apo edhe për ty që jeton në Shqipëri, për shembull ke miq, ke njerëz të tu jashtë, do komunikosh, do flasësh, sepse është pas kjo lloj mundësie. Kështu që është gati në kufitet e pamundshmes që mos të kesh akses. Kush e mban mend faqen kryesore të Facebookut në atë kohën kur ne futeshim nga kompjuteri edhe nuk ishte si aplikacion në telefona, ishte një mesazh që Facebooku e jepte, thoshte ne bëjmë botën më të vogël. Ata realisht botën e kanë bërë më të vogël, botën fizike ku ne jetojmë. Ama bota virtuale, siç e thash, është smalluar në një përmas të paimagjinueshme. Është bërë universin vetëm, si universin vetëm. Pikërisht. Edhe shumë njerëz janë të pambrojtur, shumë fëmijë janë të pambrojtur. Shumë njerëz, po themi, edhe pse janë afër se flasin më shpesh edhe komunikojnë çdo ditë, po themi, janë larguar, sepse nuk është që ndikon vetëm në sigurinë kjo gjë, kjo ndikon edhe në ato të pjesët sociale të njerëzve. Në marrëdhëniet sociale të njerëzve. Njerëzit janë bërë më të këto ndaj njëri tjetrit. Në rast se më parë njerëzit shkonin edhe vinin për po themi për urime, për ditëlindje, për festa si vitiria apo festa fetare të ndryshme. Tani e kalojnë me një urim që thjesht bëhet copy paste aty edhe shkon për të gjithë një lloj, e kupton, edhe tani që ka dalë kjo teknologjia artificiale, inteligjencë artificiale në përdorim, i japin një prompt chatit, më bën një foto urimi të bukur, edhe ti e shikon atë foto pastaj të bëhet xhiron e rrjetit se unë që dita përdori ja çoj 200-500 miqve të mi, ata që si ta përdorin në marrin foton time, ja çojnë 200-500 miqve të tyre, e kupton, edhe janë gjëra që faktikisht me thënë të drejtën, çdo gjë që ose ne bëjmë kaq bisedë edhe jo se njerëzit nuk i ndinë këto probleme që ofron interneti, por duhet edhe vetë njerëzit të thrasin pak më shumë ndërgjegjes dhe të jemi më të përgjegjshëm dhe të jemi më të arsyeshëm të ftohtë në përdorimin e pakufishëm apo në shpenzimin e kohës
pa kufi përballë një ekrani shumë të ftohtë. Dhe sikur folim edhe për fëmijët, pra çfarë do lloj aplikacioni apo programi të dalë për ta mbrojtur fëmijën, duhet të jetë prindëri ai që duhet të di të bëjë prindërimin, të komunikojë, të bëjë ditën atraktive fëmijës, sepse pikërisht. Nëse ne kemi prindër që rrinë gjithë ditën me telefon dorë apo para një kompjuteri dhe nuk shpenzon asnjë orë kohë me fëmijën, pastaj normalisht që më i varur dhe më i dëmshëm është ky prind se sa ai fëmijë që është totalisht jashtë kontrollit. Sepse edhe shiko, ka edhe një diçka, domethënë që kur ai fëmia, njerëzit janë qenie sociale që jetojnë, domethënë në bazë të shembujve, rriten edhe zhvillohen në bazë të shembujve që shikojnë. Patjetër. Kur vetë prindi e përdor telefonin, po themi pa kufi, jo pa kufi nga deti zogu, kur e përdori pa kufi kohor. Jo pa edhe deti zogu që ne përshëndesim pa kufi 2 orë ka, po se ka më shumë. Pikërisht. Ajo e ka pa kufi të kufizuar. Pikërisht. E përshëndesim detin. E përshëndesim kolegën patjetër. Atëre kur fëmia shikon prindin që e përdor, po themi, telefonin pa limite dhe prindi përpiqet që t'ia heqë fëmijës telefonin nga dora, i thot po ti pse po e përdor, edhe unë mos ta përdor. E kupton? Edhe prandaj them domethënë që duhet të jenë prindrit ata që do japin shembullin që fëmia ta ndjeki më pas. Bledi, unë nuk e di nëse ke diçka të vetë për të shtuar, sepse normalisht unë jam mirënjohës, jo thjesht për emisionin, po unë jam mirënjohës për çdo gjë çfarë ti bën në Windows Radio dhe çdo gjë çfarë ti jep në Windows Radio. Dhe mirënjohja është pak, por më e lartë se mirënjohja unë nuk njoh diçka tjetër, kështu që jam mirënjohës për çdo gjë. Dhe jam mirënjohës dhe falenderoj edhe Zotin nëse e themi kështu për atë djalë që ti je. Dhe shumë faleminderit. Faleminderit ty shok. Shikoj një diçka që duhesh të diskutuar, mendoj është edhe pjesa që po kemi konsekvencë. Po patjetër pa kufi. me që po themi rrjetet sociale janë ato të cilat njerëzit përdorin më shpesh. Pra, në rast se po themi një shpërndarës interneti që ka akses në ato që përdoren, po themi, më së shumti, duhet të dim që rrjetet sociale zen numrin 1 të listës. Edhe një diçka që nuk shkon si duhet, po themi, është ndikimi që kanë rrjetet sociale të njerëzit, tek psiqika e njerëzve, po themi. Duke qenë se shumë njerëz, shumë influencera, po themi, që vetëm influencera nuk janë, sepse të kesh ndjekës nuk do të thotë që ti je influencer, po thjesht ata influencohen sepse s'kanë shembuj më të mirë se ty për të ndjekur, po themi, e kupton. Në rastin e shikojmë shumë influencera që bën një jetë, po themi, të mirë apo luksoze, ndikon shumë për keq kjo në psiqikën e njerëzve që nuk i kanë ato mundësi ekonomike, po themi. Absolutisht. Sepse patjetër që jo çdo kush ka mundësi të blej makina apo të ikë me pushime apo ku ta di, por që kjo gjë domethënë në një farë mënyrë edhe s'mund të ndalohet, sepse njerëzit janë të lirë të postojnë çfarë të duan për sa kohë që nuk janë. Thash pak, kjo është edhe çështja e ndërgjegjësve të njerëzve, sepse ne kemi shiko, për vetëm paraqitjes së luksit, pra okay, e ka luksin, shumë dakord, shumë mirë puna e tij. Por ne kemi shumë njerëz që përdorin edhe filtrat. Pra, patjetër, po. Bën atë fytyrën e hekuros si të ishte 15-20 vjeç. Apo për filtra, gjitha dhe në fund fundit do të kuptojmë diçka, që kjo është të gënjesh totalisht veten,
dhe Të gënjesh për shembull, vetën, të pikërisht. gënjesh totalisht veten dhe ti bësh dëm psikologjik vetes, sepse ti përdor filtrën për të hedhur një foto në Facebook, në Instagram, TikTok, diku dhe ama para parasysh se pa filtra dhe ti shef një tjetër njeri në atë foton që ke postuar dhe shef origjinalin në atë pasyrën që ke përballë. Më kujtove, ishte një nëna kishte dalë ande nga plazhi. Edhe shikon një gocë, kështu që thjesht kishte mbuluar pjesët intime, kishte dalë për plazh dhe thotë se vjen turp, thotë si ke dalë kështu. Edhe ku e ke rroba, thotë. S'ke rroba të veshësh. Ja, nëna i thotë ju kam veshur petkun e vajzërisë. Shkon kjo në shtëpi të provoj të vishet si vajza, e shikon një shoqë, thotë turps të vjen, thotë çike dalë ashtu. Çka ke, thotë ju kam veshur petkun e vajzërisë. Edhe i thotë shkoj kurose, i thotë se të shkurosur. Pra njëjta gjë pa, shiko. Kjo është, thash pra, për te ati humori, sepse edhe këtë që ti the ka atë lidhjen logjike, Kërrisht, komplikimet që ndodhin. Por, pra, fundit se cili bërë çfarë të dojë me jetën e tij, nuk diskutohet. Por problemi është që secili duhet të ditë jetë i ndërgjegjshëm për veten e tij. Pikërisht. Dhe ndoshta edhe në psikologji, pra edhe në fushat sociale, këto duke patur parasysh këto rrjete sociale, këto lloj problematikash po nxjerrin më së tepërmi, po ka më së tepërmi dhe gjithmonë duhet ajo fjala jote pra që t'jemi sa më pak të mbarur. Nuk mund të themi se mund të jemi zero të mbarur, por t'jemi sa më pak të mbarur ose t'jemi sa më origjinal. Ideja është ta përdorim, jo të na përdorin. Absolutisht. Sepse sikur e tha Bledi, si i përdore mirë, si i përdore me filtra, si pa filtra, dhënat tua brellin lart e poshtë, si di se kush i ka me fjalë. Kështu që pak të ti është origjinal me veten tënde. Patjetër. Okej, Bled. Ç'i thua? Të falenderoj shumë për ftesën, për hapësirën që më dhe për të folur. Jo më valla, ti e ke hapësirë sa dush, dhe se ti futi të mbyllur tjellës, u mbyll hapësira ti mban ti hapur, kështu që të falenderoj unë ti. Faleminderit shumë, sinqerisht. Ishte shumë kënaqësi që isha në horizont. Kur do kesh emision të mbet? Shiko, po flisja pak me detin që pare dhe më bërë të jetën pyetje. Të ndëruar mish, Bledi ka shkollë që thotë do bëj një emision dhe akoma nuk ka filluar, pra akoma s'ka nikur ato emocionet për të filluar. Kështu që gradualisht ju shkruani në një koment aty në Facebook, edhe sot, edhe nesër, kurdo që të keni kohë, dhe jemi atë mendimin tuaj, meqense e dëgjuat Bledin një orë ca bisedë me mua. Tani Bledin e shikoni të mundshëm që të jetë moderator, të jetë gazetar i Window Radio dhe të ketë emisionin e tij. Thoni vetëm një po ose një jo. Okej, do jetë shumë bukur, por që shiko detin e përshëndetëm, po e përshëndetëm. Okej, po flisja me detin që pare dhe më bëri të jetën pyetje që po më thua ti. Edhe i thash nëse do presim mua të filloj emision do ngelemi pa martuar. Kush e vjen pa martuar tani? Se jemi shumë pa martuar tash Bled, po kush do pikërisht. Pikërisht edhe unë për ne që jemi të pa martuar e kisha fjalën. Kështu që do ta mendoj edhe këtë pjesë. Okej, gjithsesi nëse ndonjë dëgjues ka dëshirë të jap atë mendimin e tij, pra dëgjuat Bledin rreth një ore ca me mua në bisedë. Nëse mendoni që Bledi është vlen për të qenë një gazetar me një emision të tija në Window Radio, shkruani vetëm një po ose një jo. Dhe që edhe Bledi pastaj ose ta nxisim ta filloj sa më shpejt, ose të themi lëre Bled se si pra të punë mos i fillon fare. Si pra të punë. Bledi, natën e mirë, të falenderoj. Natën e mirë, Leonard. Natën gjithë dëgjuesve. Faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte Horizont për sonde.
një bisedë ku përpoqet me jo se si dini, të gjithë i dini problematika që ka interneti, pozitivitetin, negativitetin që ai ofron, por u përpoqem edhe përmes bledit për të kuptuar diçka sa më thjesht, pra jo se në hymë në ato programet apo në ato temat e pafundum që ka interneti, por edhe bledi u përpoq sa më thjesht të thot ato negativitetin që ka interneti, normalisht që ka dhe pozitive, pra si çdo gjë që ka dy anë të medaljes, por në fund të fundit, për mendimin tim një konkluzion nxjerr nga gjithë kjo bisedë që bëm me Bledin, që duhet secili prej nesh të jetë sa më shumë i ndërgjegjshëm dhe duhet të jetë sa më atraktiv me jetën e tij dhe jo Facebooku, Instagrami, TikToku, telefoni, interneti, ku diun, pra gjitha këto pajisjet e pafundme që kemi, duhet të dim ne t'i përdorim ato dhe jo ata të na përdorim ne. Pra, kjo ndërton një jetën sa më aktive, sa më atraktive, merrni me gjërat e tjera në jetë dhe jo sa po të hapni syt në mëngjes direkt telefonin apo të zëj gjumi me telefon në dorë. Kujdes fëmijët, sepse ata janë qenja më dobët dhe qenja më pafajshme. Normalisht duhet të dim të jemi prindër, të prinderojmë dhe të kemi sa më shumë kujdes kundrejt fëmijëve dhe adoleshendëve, sepse çfarë do lloj programi që ne të instalojmë në telefon apo që duhet të kontrollojmë, në fund të fundit jeta nuk është kontroll. Jeta është përgjegjësi dhe duhet të dim të injeksojmë tek fëmijët, tek adoleshentët përgjegjësinë dhe jo kontrollin. Miqtë mi, natën e mirë, ju përshafoj përzemërsisht dhe kalofshi një fundjavë sa më të bukur dhe me mua në horizont takomi të ejtën e ardhshme. Natën e mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.